Ajo çfarë kërkon kryetari i gjykatës lartë Sogol Sadushi është që gjykatat kur të japin vendimin për të dërguar një person në masën e arrestit me burg apo jo, do duhet të marrin në konsiderat tashmë një sër faktorësh dhe ky është një vendim unifikues që do të vlejë për gjithë gjykatat dhe do të krijohet një lloj standardi për gjithë personat, qoftë qytetar i thjesht, një person me rrezikshmëri të lartë, qoftë politikan e të tjera me radhë. Pra do duhet parë sa i rrezikshëm është një person përpara se të shkojë në masën e arrestit me burg, gjatë kohës që është nën hetim, flasim, apo mund të qëndrojë në masa të tjera alternative, arrest në shtëpi e të tjera me radhë. Ilir Panda, një nga antarët e kësaj gjykate, thotë që lidhur me zgjidhjen e caktimit të masës sigurimit personal, lind nevoja për një konsolidim të praktikës gjyqësore veçanërisht në raport me masën më të rëndë që është ajo arrestit me burg. Ky vendim mund të realizohet përmes një vendimi të gjykatës së lartë që të unifikojë kriteret interpretuese dhe të forcojë standardet e arsyetimit gjyqësor në përputhje me parimet e proporcionalitetit dhe karakterit ex ratio të arrestit me burg. Ndërsa është edhe një reagim tjetër nga zëvendës prokurori i përgjithshëm Arqile Koça, i cili ka thënë se nuk është ky standardi, gjykata duhet të arsyetojë më gjerësisht pse duhet të qëndrojë masa pas 2 muajsh. Standardi vendosur nga Gjykata Evropiane të Drejtave të Njerëzit kërkon ti thot prokurorit, "Ore, çfarë ke bërë për këto 2 muaj?" Duhet një rol më aktiv i gjykatës për të vënë në pozita prokurorin. E nisim së bashku Karanxha, si ish prokuror. Tani, çfarë synohet me këtë vendim unifikues? Sa lehtëson apo jo një qytetar të zakonshëm dhe kujt i vjen më së shumti në ndim dhe pse u bë tani? Shumë pyetje të bëra, po besoj ti i ezauron. Unë do të ezauroj. Para se të dalim, po them një diçka që ky vendim unifikues është pak me vonesë, por më mirë vonë se kurrë. Duhet ishte bërë më përpara, sot burgjet shqiptare janë mbushur plot. Fakti që mbushja e burgjeve, fakti që arrestimi i shtetatëve shqiptarë është konstatuar si i paligjshëm nga Këshilli i Evropës. Fakti që Gjykata Evropiane e Drejtave të Njerëzit në shumë raste ka konstatuar cënimin dhe shkeljen e Konventës Evropiane të Drejtave të Njerëzit në lidhje me paraburgimin dhe kozjatën e tij, tregon një dështim total të reformës në drejtësi. Ose Karanxha, sa ku duhet të rrit dikush një i paraburgosur? Për bankersin 4 personat kaluan afatet e paraburgimit. Pra kjo është 9 muaj. Ne sot të gjitha me drejtsinë e vjetër, Andi, të shuaj afati i paraburgimit, prokurori që e shunte mbante përgjegjësi, sepse ti nuk je i zotit ta çosh çështjen brenda afateve në gjyq, sepse janë 2 lloje afatesh në kod procedure penale, lidhje me hetimin. Është afati i hetimit brenda kësaj kohe të cilët ti duhet kryesh veprimet hetimore, është dhe afati i paraburgimit. Pra, hetimi i këtij personi që ka afat hetimi tjetër që tetohet në gjendje arresti ose me masë tjetër sigurimi, sepse masa sigurimit të privon nga liria, nga disa liri. Pra, ka një kufizime, janë shumë kufizime trepta. Dhe fakti që po konstatohet nga Strasburgu dhe fakti që po konstatohet edhe nga organizmat ndërkombëtar tregon një dështim të reformës. Pse? Gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar nuk njohin se ky ka qenë qëllimi. Njohësh vendimet e Strasburgut, pra ti nuk i njeh. Fakti që i fut njerëzit në burg tregon që ti s'njeh. Pra ti ke dështuar dhe konstatimi i dështimit nga gjykata është një fitore shumë e madhe. Lidhe me kozjatën e paraburgimit. Neli 283 i kodit, 263 i kodit procedurës penale ka përcaktuar masat për kontrafatet penale, që është 3 muaj, për dënimet deri në 10 vjet që është 6 muaj dhe për dënimet mbi 10 vjet që parasekon për dënimet që është disponon kodi penal. Për shembull vrasja me dashje, neni 76 është 10 deri 20 vjet. Afati i paraburgimit është 1 vit. Konstatohet zgjatja e paraburgimit. Në qoftë se ti nuk e ke çuar çështjen në gjykatë, domethënë s'ke arritur të sigurosh provat si prokuror për këtë që dyshohet që ka kryer një vrasje, çfarë ndodh me këtë që ka kaluar 1 vit në burg? Del ky? Tani, lidhe provat është gjë tjetër dhe paraburgimi është gjë tjetër. Atë më ndaj pak, sepse e shprehova unë gabimin, se aq e njohim se gazetari. Paraburgimi është 1 vit. Ke drejt as jashtë të 1-3 muaj. Por duke qenë se kufizohen liriet e drejtat të individit, duke qenë se është dhe parimi prezumimit pavajzisë. Se unë thotë ajo unë se kam bërë vrasje, thotë ka bëj tjetër. Dhe ti më ble një akuzë, ndërkohë unë bëj vit paraburgimi, zgjat prapë zgjat deri çon në afatet limite që zgjatet paraburgimi, këto janë të palishme nga Konventa Evropiane e Drejtave. Përse zgjat se kërkon të gjesh prova të tjera, kërkon të provosh fajsin. Përse e zgjat pra? Zgjatja është në kërkim provash. Në kërkim provash. Duke qenë se kemi vepër tron, ne zgjasim në një paraburgim se është vepër e rëndë, që duhet ta çojmë sa më shpejt në gjyq. Tani,
neve këtu jemi në rregull, por për të vendosur se ku është problemi, nuk po diskutohet për vrasje. Jo. Këtu po diskutohet për vepra të nivelit të rrezikshmëri më të ulët shoqërore dhe historiku i kësaj vepre është përdorim detyre. Cigare ashash. Kundravajtje penale, domethënë drejtimi automjeti në mënyrë të parregull që kryesisht lidhet me alkoolin. Kap ras brenda, kap ta me një cigare ashash, ras brenda në burg. Nuk e di çka në ide për tjetër tani këtu. Po futun dhe parkimin dysh e mbytën fare këtë historinë, po inshallah jo. Parkimin dysh, ke kultivimi lëndëve narkotike, ke drogat për shkakun që drogat si ashashin në 283 i kodit mbajtje penale se këta kapin dhe me një fik që mund të jetë fik buke dhe pa i bër fare ekspertinë tek Instituti i Policisë Shkencore atje ta përcaktoj që është apo jo se ka kritere dhe kjo. Ka dhe raste, ka dhe raste që mënohet. Po këtu është problemi dhe keni se thotë dhe prodhim, domethënë ti del me një fik, po themi, del dikush me një fik e kanë thonë prodhim dhe mbajtje pa leje armëve. Ç'do të thonë prodhim tani? S'kan prodhuar, është e prodhuar kjo. Ai titulli i dispozitës është titull. Për i vërtetës dhe titulli neni dy që unë për çfarë s'jam dakord tek ky nen. Jo çdo armbajtje pa leje ka rrezikshmërinë e caktuar. Mund të jetë një ish punonjës policie është urgjet me një armë me vete, domethënë pavarësisht se është, ai nuk ka rrezikshmëri të tillë që të bëjë vepër penale. Pra këtu e ka 5 deri në 7 vjet. Këtu është hequr dënimi me gjop që ka qenë më përpara. Mund dënohesh dhe me gjop. Pra këtu vet sistemi ose vet ligjvënësit kanë bërë një ligj represiv. Pra nuk ka është rradhu dënimi me gjop. Këto kot thonë është dënim me gjop. Këtu po hiqet dënimi me gjop dita ditës. Pra këtu po kthehet ligjvënësi vet po i orienton shqiptarët shkojnë drejt burgut. Kemi një teknikë të gabuar legislative dhe të formulimit të kodit penal. Pra kemi radhimin e dënimeve me alternative, radhimin e dënimeve me gjop. Dhe burgjet sot pyetje Karanja, a mos ndoshta kjo, më fal se po ndërpres, a mos ndoshta kjo mënyrë represive se si po i trajtojnë prokuroritë dhe gjykata qytetarë shqiptar ka lindur si nevojë e atyre për të abuzuar dhe për të kryer le të themi akte korruptive në raport me qytetarin, duke i vënë le të themi pistoletën në kokë, që ti je për burg. I e nxit kjo korrupsioni në nivel prokurorisht dhe gjykatash rrethe, se ne syti mbaj vetëm nga spagu dhe gjykata e posaçme, kemi harruar ç'a bëhet te vërdall. Jo, s'kemi harruar. Kjo është një praktikë nxitur në vite. Harrum për dritat, i harrove dritat burg. Pra këtu kemi një frym politike legjislative, pra frym politike sepse fryma burg bëhet nëpërmjet ndryshimeve të kodit penal. Është ndryshuar lidhja e dritave është bërë burg, ndërtimi i paligjshëm është bërë burg, ndërkohë që ne mund ta parandalojmë. Pse ta lejmë tjetrin për shkakun siç ishin ngjarjet e thethit. Tjetri ka bë 5 katë shtëpi ka u lek djersa se gjithë ishin njerëz ndershëm, kishin punuar në Perëndim, dhe ti i vet dinamitit. Do shembën, aty ku ke nuk pret. Po kuptonte? Se çano ju vu dinamiti burrit tuaj. Dhe ne pse ta dënojmë këtë individ? Ne ta parandalojmë pa ardhur vepra, dhe s'ka ti fusim njerëzit në burg. Ti i sheh me shpinën e fut në burg. Pra, kemi një teknikë legislative të gabuar që vjen nga reforma në drejtësi. Dhe i referoj të thënieve të gjyqtarit Gert Hoxha, zëvendës kryetarit të gjykatës së Tiranës, ke edhe prurje të kohët e fundit, kemi prurje të dobta për sa i përket magjistratëve. Po kemi lëndë të parë, kemi dobët. Shumë lëndë të parë dobët, të cilët nuk njohin kodin e procedurës penale, njohin ligjin dhe njohin vetëm burgun. Pra, kush e njeh vetëm burgun? Ai që nuk njeh ligjin. Magjistrat. Jo, ai me letra është, por me shpirt i bie ai tjetër. Me letra ka dhe shumë gazetar. Me targa. Me letra. Disa gazetar dalin çdo vit apo jo? Targa po, targat i kanë. Ai targat i ka, letrat i ka, por parimisht i bie që të jetë shoku Stalinit. Do të jetë shoku Stalinit. Diçka shohun në këtë histori, kjo është një kërkesë për ti, nuk është kërkesë së dushit. Nuk reflektoj gjykata e lartë një moment, thotë shikose, jemi. E di pse them këto. Kemi bërë bal të punë. Jo, ka raste të tjera bindëse. Edi Rama kërkonte në kongresin e partisë pse nuk hetohet Berisha, pas 10 ditësh filloi hetimi. Kërkonte pse nuk arrestohet Meta, u arrestua. Kërkonte nëse ai do të ishte gjykatës me Erben Amendo ishte dindaj çfarë do bënte. Dhe ashtu u bë. Pra ne kemi shembuj plot të sjelljes publike të Edi Ramës dhe institucione dhe fatkeqësisht reagimin e tyre sipas oreksit të tij. Tani ka ja ca ditë që Rama bën namen se ne kemi të parapurgosur shumë. Ky është një problem real. Por përsëritja e këtij shqetësimi nuk është njeriu aksidental i rënë për shkak të procedurave në qeli. Halli i Ramës është vetë Rama dhe ti merr
ky zotëria Sadushi, ky që kishte orën 10.000 euro, aty edhe se nuk e dia ka deklaruar se duhet ta hetojnë. Edhe të tjera kusure, se ka dhe pyetje tjera nga shkura e drejtësisë. Por ai që me histori 2011 sa po na kujdeset ne, se ky me 7 kg hashash në kotet spulësh atje i liruar në apel, por ato 3 momentet ku ata përpiqen të përqendrohet te rrezikshmëria e personit, tek shkaqet e tjera që duhet prokurori të provojë nëse masat e tjera përveç arrestit në burg, masa alternative pra, janë të përshtatshme, kush është e përshtatshme, kush është pa përshtatshme. Zotëri, këtu halli është se Verion Velia, Ilir Beqa, ministra e deputet tjerë që janë brenda po që do shkojnë. Belinda Balluku. Ma u zaurove pyetje. Belinda Balluku. Po e zauroja. Halli e Ramës janë njerëz të Ramës. Nuk janë shtetarët e Ramës. Nuk janë ata njerëz aty kanë rënë parasysh të ndryshme dhe vërtet kodi procedurës ka vend për të rregulluar. Po si kujtohet ti pas 11 vjetë? Ishte në kupolën e draftit të reformës së drejtësisë. Nuk e di këtë? Nuk din as objektin e hetimit të spaku që u lanë dhe policët për 5.000 lekë këtë qarkullimi, nuk dini shumë gjëra që duan t'i rregullojnë tani rrugës. A kjo është njëkohësisht një pjesë e turisnisë të ushtruar mbi sistemin për të krijuar mbrojtje para se që do vinë, edhe për ata që janë se do bëjnë kërkesa të reja. Për vendimin e gjykatës kushtetuese para 2-3 ditësh mos gaboj, me zotit Meta ku gjykatësit kushtetues thonë aty se ka të dhëna se faktor të jashtëm do bindeshin se ky burri e ka bërë të vepër penale. Perceptim. Ai ishte arsyetuar mbi bazë perceptime, ajo çalonde pak. Jo çalonde, më ishte futja si ka opele zondi. Po çajnë këta zotrinj. Aty vetëm me fakte me prova, jo me opinione, me sondazhe. Ato ka mundësi e bindim në një që është duke ne te Rapi Tresh atje, se ky shfajtor. Pra ne gjykata kushtetuese janë të rrezik këta njerëz. Si punojnë kaq fasoneri këta. Pra, ka për ndryshuar gjëra, hajde ndryshoj. Ti duhet të dash në mbrosh. Këta që janë brenda dhe ata që do të shkojnë brenda sa të tjerë rrugës. Ti ke 6 muaj që mban Belinda Ballukun me thonë sepse ke radhën mas Ballukut. Po ky kryeminist. Po mirë more, ka 2 ditë këtu. Se lejm tjetër shumë i rëndësishëm anti. Po? Pamfleti ka botuar dje një padi të sill pra edhe elementet e përvushmërisë së asaj padje nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Florida. Roni Afedi, ky izraelito-amerikani që ka marrë dhe tregtinë e armëve në Shqipëri, paditet po do prodhonin drone, ka zyrtarizë, domethënë se doli ministri i mbrojtjes. Drone do prodhojmë ne, aman. Jo do prodhonin drone, do prodhonin drone. Dronet do vinë ti mund të prodhonin, si ka Kajo e ka kjo. Kajo, po. Tani, ky zotëria i Kajos është paditur në Shtetet Bashkuara pra në Florida, ka një biznesmen tjetër amerikan për një mashtrim për 8 milionë eurosh. 8.6 milion dollarësh. Dhe këtu të kjo padi përmendet kryeministri shqiptar Edi Rama si një nga kontaktet e Afeti i takuar me biznesmenin tjetër amerikan duke ndërtuar le të themi këtë skemën e bindjes për vjushmërinë e mashtrimit. Pa na del në për herë të tretë kryeministri i vendit pas Bilalit, që u bosi grua Bilalit me të pagesën $80.000 për foton me Obama. Pas Charlie na vjen tani edhe me Afetin këtu në histori mashtrimesh. Dhe ky po mashtron gjithë planetin më për. Po përfshin në afera korruptive në gjithë planetin dhe këta mira, domosdoshmërisht nuk është akuzë, mund të jetë përmendje që ka bëri takim, po nuk është akuzë. Po këto 14 takimet me Charlie, po këto 220.000 euro që i dha me Charlie, po këto bizneset dhe lejet e ndërtimit. Spaku thotë që po ato tani. Spaku ka çështën mirë, po i besoj. E tha në kuvend. Jo, le ti lëm gënjeshta tani. Andi të tha Altin Dumani kuvend. Po pra e tha në janar të 2022-shit. Në përmbyllje të 2025-s, kur dolin kuvend që bëri raportin vjetor të punës së SPAK, tha që çështja me Goni Gal është çështje në netim. 2022, 2023, 2024, 2025, 2026. Kemi hyrë në vitin e 5. Atëherë kjo është histori pra. Pritani, jo, nuk është histori pra. Kjo është mosveprim. Dhe mosveprimi prokurori di më mirë se ne kalojnë afatet e parashkrimit. Veprës penale. Ti zotri, ke 5 vjet që e mban aty në zyrtar. Kjo është shumë e rëndësishme. Për sigurinë kombëtare e Shqipërisë dhe të Amerikës. Ka folur Gerald Merrick, ish të prokurori federal i Shtetit Bashkuar në Senatin Amerikan, duke theksuar që ai që ka bërë të veprim cënon sigurinë kombëtare e Shtetit Bashkuar. Është dikrim në Senat. Ai ka ditë në gjë për këtë histori besoj. Se ishte emër jo dhe është pikërisht ky individ se na kërkonte Rama në bordën e paqes për prokurorin Jack Smithin. Po Jacku ka punuar me materialet e Charlit. Së është një nga gjendët kryesorë të dosjes së Trump.
Dhe këtu kanë marrë tendra leje ndërtimi, tendra të rindërtimit, koncencione për naftën. Pra Charlie me shoqërinë. Ndaj them strukturës posaçme, këtu do të shkojë ajo. Charlie mund të bëjë çdo gjë në Amerikë, nëse ka konsumuar vepra penale me Ramën, me çdo tjetër zyrtar publik, shqiptar sot kërkon një përgjigje definitive nga prokuroria dhe nga gjykata, se ajo do ta shprehë vullnetin mbas akteve, dosjes, çështjeve, por çka ka ndodhur këtu. Po sepse aty pra të gjitha këto që përmendim Basir i ruan gjykatë e lartë me këtë vendim ka më tepër. Se këtu ke dhe rus, ke dhe kinez që kanë marrë shërbime. Ishin të sankcionuar. Tu çfarë s'kam tash ta pranojmë pra tash se kanë thonë po nuk mund ta bëjmë si supermarket këtë. Se këtu gjen edhe unë. Falin që po normalizoj, po tu nuk mund të themi që ka edhe brisje dhe moll. Edhe sheqer edhe brek. Tani këtu bëhet fjalë për drejtësinë e sigurisë kombëtare. Destë brekët se ta arrestojnë për brek, se këtu s'falin këtu. Që është elementi i sigurisë veçantë. Tu s'fal spaku te çështja e brekës. Këtu jam kundër te Basir. Se ti me gjithin ka bërë vepra. Jo këtu te brekët ndjes, këtu të kapin ata. Ta fusin dhe la takush. Dhe këtu është deficitar spaku. Se ke Porto Romane me siguri kombëtare, ke Akshi me siguri kombëtare, ke miliardë euro të tjerë të investime siguri kombëtare, ke trafikantët që janë pjesë e cëlimit të sigurisë kombëtare. Po ne, nëse nacional siguri kombëtare, çfarë ruajmë? Se si prodhohet rakia? Nuk besoj se kjo. Ndaj thënë po hym në BE do ta bëjmë atë të rakisë, se Kazani duan me licencë. Po nuk do të aty në BE. Dua di ç'i bëjmë. Prandaj prandaj në bodh 10 numri shtetëve ka përshku 15 që zuar Shqipërinë në BE, sepse ata kjo qeveri punon për të mos hyrë në BE se nuk do të mbikëqyrë. Për paktën kallaisti Kazanët. Kazan në Evropë. Po, Kazan evropian. Ka sasi rakia, ka sasi bakri, po nuk e besoj atë. Ka sasi bakri gjatë është hall më vete. Nuk mendoj se do na vi shpëtimi kombëtar nga rakia. Të rikthehemi tek vendimi unifikues. Sa ngarkon me punë, domethënë ky vendim unifikues gjyqtarin dhe prokurorin, si duhet të jenë të balancuar për shembull prokurori kur shkon që kërkon masën e arrestit me burg është tërësisht i bindur për rrezikshmërinë e personit, për natyrën e veprës penale, e të tjera me radhë që i dini shumë më mirë se s'mund t'i përmendun të gjitha. Edhe sa do i shërbej gjës. Dhe janë të aftë për ta bërë, pyetërinda janë të aftë për ta bërë, mos e kjo më intereson. Ande, unë mendoj që vendimi unifikues kemi të bëjmë një veprim më pozitiv, pra një vendim shumë pozitiv për jurisprudencën shqiptare, por edhe për popullin shqiptar. Është pak me vonesë, po them, sepse sot ne konstatojmë vdekjet njerëzve në burg, pra njerëzit është shumë vonë. Dhe e dyta, janë nën masa sigurimi. Pse zgjidhet arresti në burg? Mos ndoshta ke persona që kanë, domethënë, e kanë mësuar, duhet të studiojnë magjistratët kodin e procedurës penale. Pra këto që ne diskutojmë, duhet i shohim pse e lënë në burg, ndërkohë kërkon dhe ndërhyrje legjislative. Prokurorët dhe gjyqtarët që vendosin masa sigurimin kundërshtim me kodin e procedurës penale dhe prokurorët dhe gjyqtarët ose merret pafajësi nga gjykata më e lartë të analizohet dhe ata tregon paaftësi, sepse këto burgje kush i ka mush? I ka mush këta prokurorët e gjyqtarët. Koranxha, më kap sot mua policia me një qesa shash në rrugë, gjatë një kontrolli rutinë. Më kapin forca shqiponja. Më çojnë në polici. Më arrestojnë. Arrest në flagrant, më kapur me sasinë e lëndës narkotike. Varet nga sasia. Po kam aty një qese, nuk e di sa gram është tash, 20 gram, 30 gram, nuk e di tani ato qeset e fotografive. Tani shpunime. Më çuan mua në komisariat. O po gjëja më merr në pyetje ku diun arrestohem unë atje. Bëhet këto referohet në prokurori. Unë jam në masën e sigurisë arrest me se u arrestova pra. Qëndroi 40 orë. Me praktikën e saj varet nga sasia. Pra atiti ishte kap te koteci pulave. Po. Pra është bërë kthyrje e pulave. Janë gjetë pulat, janë dalë vendë, është gjetur vend ngjarje. Pra është gjetë vendi ngjarjes, midis vendi ngjarjes kam pa dhe pulat në një vezë thyme që mund të jetë thyer gjatë procesit. Por me timor është. Po nga sasia është lënë arrest në burg në gjykatën shkallës parë të rasti konkret. Apeli tha ore shiko e ka lënë në burg. Pra fakti ti me këtë praktikë që është sot do ishte në burg me një qese. Po sa pra, kur themi një qese, 2 qese fotografish, po nuk e di konsumator që mbajnë këto çuna të rinj që mbajnë nga këto qese të fotografive. Nini 283 i kodit penal parashikon mbajtja e prodhimi, shitja, mbajtja ose kalimi i një personi tjetër i tretë jo për përdorim personal,
dënohet nga 5 deri në 10 vjet. Po ku ndan do ti si prokuror që dy qeset unë nuk i kam për përdorim personal, do marrësh të dhëna të tjera. Tu kanë kryer veprimtari apo jo? Dalin tek ndërhyrja legjislative. Ndërhyrja legjislative. Se dua ta kuptojmë, sinqerisht dua ta kuptoj. Ndërhyrja legjislative këtu ka një problem. Kush është problemi? Është ajo që thotë. Këtu janë fut gjithë me një thes. Pra drogat duhen ndan nga rrezikshmëria. Drogat e rrezikshmërisë të lartë, që është heroina, kokaina, hashashi, amfetamina. Pra neve duhet t'i ndajmë dhe të kenë masa dënimi ndryshme. Këtu si me të kap me 5 kg, si me të kap me 10 kg, si me të kap me 2 gram, ti nenin 283. Prodhim të shqiptar lëndë narkotike. Sepse kemi një kod që ndodhet e 5-ën që nuk ka ndryshuar. Po ndryshuar tani u bën me 900 nene prap nuk tani është bërë këtu prap është bërë më keq. Prap nuk është janë bërë ato nenet e famshme që vinë nga kopti Hammurabit, nene të gjymtimet e tjerë, ndërkohë smeren me problemin e popullit shqiptar, me parkimet dyshe, me mospagimin e mosbërjen e kolaudimit parakalimi i gabuar. Pra janë foto nene, pra synohet andi shkatrimi përfundimtar i popullit shqiptar. Pra neve stojmë që kjo lloj gjëje, reforma drejtësisë e lidhim në tërësi, sepse ligji qëllimi është largimi i shqiptarëve. Pra ti plasësh shqiptarë që t'ikin, sepse në asnjë vend botës për një qese ashashje ti e ke marrë për gjithë javën, bosh 5 vjet burg. Si ti bosh 5 vjet burg? Edhe shiko se ka edhe pse s'ndryshohet ky ligj? Ndërkohë që licencimi i prodhimit të ashashit në Shqipëri, ti këta që i kap me nga 2 qese i plas burgjeve. Pra ka një gjë që nuk më rri se lidhet ke rrezikshmëria dhe drogës. Atëherë pse nuk ndërhyn shteti këtu në këtë rast? Pse deputetët nuk e ngrenë këtë problem? Edhe për kultivimin. Pra këtu synohet si teknika legjislative thash dhe politika, se kjo s'ka të bëjë, se ti teknikën e bën qëllimisht i futësh shqiptarët në burg. Pra kjo është e qëllimshme. Parkimi dysh në burg, këtu burg dhe ti po i çon vetë drejt burgut. Dhe tash që e shkatrove, thu, shiko gjem fajtorin dhe fajtori ka për të gjetë. A ndihmon luftën e korrupsionit apo jo? Atëherë do e kam pyetje për ty Çollaku këtë. Fajtori ka për të gjetë. Do gjetë ka fajin ai vendimi i vjetër i 2011-s, ai është fajtori. Dhe është shpjeguar as 2017 as 2021. As shkencëtarët e reformës në drejtësi i ka shpëtuar, se ti janë shkencë ato. I ka shpëtuar rastit, ato s'kan faj vetë, që e mushën burgjet plot, shkatruan sistemin e drejtësisë, e mushën drejtësinë me spiuna dhe bashkëpunëtor, se gjithë spionat kanë kaluar çuditërisht. Dhe prandaj sot kriter tjenë spionova, po ne spiona me zor basir zbona, arrohet punë. Faleminderit Karranxha. Veliaj, Meta, Beqa, Berisha në ndonjë moment caktuar se shkon historia, por që ajo është ma siguri e ka kryer atë histori, nuk përmend Berishën. Këtu e heq, nuk rri, mund të përfitojnë prej kësaj, dalin nga masat e sigurisë arrestit. Balluku. Në rast të shkatere, se përmenda Berishën, po Balluku du t'i, se Berisha qëndroi në masën e arrestit në shtëpi, e ka kryer atë detyrim. Po nuk lidhet fare, nuk hyn Berisha këtu, po Veliaj, Meta, Beqa, dhe ju përmendi Balluku në rast se një moment caktuar Spaku do t'i miratohet një kërkesë e dytë. E çfarë shohun në këtë iniciativë? Sigurisht jam tërësisht i bindur që është nisën politike, por që kanë lënë porosi sa dushi si shumë të tjera për ta ekzekutuar. Dhe unë dakord, këta kanë gjetur, le të themi, pretekste të ndarë nga shkaqet që aty kanë një vend për të bërë sa korrektime dhe janë duke e bërë edhe kodin penal, edhe kodin procedurës, kundërhyrjet e vitit 2017 dhe 2021. Pra problemet e paraburgimit ishin aktualet. Dendësia ishte e lartë. Ky vlerësim i masës arrestit, pra ishte i paqartë. Dhe këta sëznikët e drejtësisë e dinin këtë gjë se kanë qenë vendimarrës. Ore, di se ka vendime gjykatës lartë që u thonë avokatëve mos bëni ankimime se do ju dënojmë ju nëse ankimimi nuk rezulton. Mos bën ankimim. Po, ka pas para 2 vitesh, bresa dushi ka pas bërë këtë biletin qendrim. U thot avokatëve mos bëni ankimim gjykatëtar se nëse ankimimi juaj bie ankimim, po, atëherë do penalizoheni ju. Ço do penalizohet, ka për detyrë të bëj ankimim. Ka pas sa dushi para 2 vitesh, u thonë mos bëni ankimim avokatëve. Por me ky merakliu para drejtësisë. Tani, ke edhe histori tjetër, nëse do të ndërhysh, ti ke gjithë hetimin e çdo zyrtari të drejtësisë të çdo niveli, jurisdiksionit përgjithshëm, prokuror përgjithshëm, gjykatë kushtetuese, gjykatë lartë, e bëjnë prokurorët e Spakut. Përveç kësaj, Spaku heton edhe vetveten, prokurorët dhe gjyqtarët e Spakut. Ata janë mishë thua
le të themi në një kungull mbash të gjithë. Ka pasur dhe ka raste për të hetuar dhe brenda strukturës posaçme dhe gjykatës posaçme. Pa dalë te Erena që është shembulli, le të themi, i icebergut të shkrirur në sipërfaqe, nuk ndodh kjo punë. Nuk e hetojnë njëri tjetrin, nuk e gjykojnë njëri tjetrin. Ka dhe raste të tjera ku prokurorët kanë bërë. Do duhen hetuar ka arsye. Ka dhe raste të tjera ka arsye. Ku prokurorët sigurisht që po, ka prova, jo arsye. Ka prova? Absolutisht. Që do duhen hetuar. Ku ka raste kur prokurorët kanë bërë presion mbi gjyqtarët për çështje të caktuara. Nuk kanë shkuar kanë marrë telefona në zyrë. Gjyqtarët. Dhe gjyqtari apo si do të qoftë një TV-qel, kushdo që ka qenë atë zyrë, që lejon prokurorin ti vetë duhet të marrë telefonin në tavolinë e punës, ai duhet të zhdu nga sistemi pikërisht për mos ushtim detyrës. Them prokurori dil jashtë të vëhej në zyrë. Apo jo, Karançe. Ose ta çoj vendimin në apel, ti marrë telefonin edhe ta procedoj penalisht. Edhe kjo. Pra, kalpsimi i brendshëm i sistemit ka të lashe shumë të mëdha që shëndoshin ligjin për të vepruar. Ç'bëjnë këto? Hapen një vrimë aty te diga për të dalë këto mitë e pushtetit. Zotëri, pyetja thelbësore është: a e ndihmon luftën ndaj korrupsionit ky sulm i pushtetit ndaj drejtësisë? Por ideja është edhe në qoftë se ky vendim unifikues kush do të kontrollojë zbatimin e këtij në një moment caktuar, se kjo është diskutim tjetër tash. Diskutimi tjetër. Hajse e bëjmë ja pra të them unë, hajse e bëjmë këto vendimin unifikues në sot Karanxha. Çfarë është për të shpëtuar te politika e shpëtojmë, pastaj mbrapa ecim njësoj dash i hec. Duhet ndërhyrje legjislative ande. Në rast se gjendja vazhdon, të paaftë duhet hapin krahun. Dhe ti lën rrugën profesionistëve. Karanxha. Largojnë budallën tando, është mush me budallë. Ka ndodhur ndryshe, të paaftët janë lënë sistemi nëpërmjet vetit. Shohim vetë se dhe një numër i konsiderueshëm të aftës janë larguar thjesht sepse nuk duhet ndodheshin aty për të bërë këtë detyrë që duhet të bërë. Dhe kjo është përdorja e sistemit. Dhe kur them, ora luftojnë korrupsionin, ne kemi rënë Velinje që hetohet për çështje fustanësh. Po s'ka vesh fustane. Kalojmë tek çështja Velie, çështja e fundit. Aty është për veshmbathje. Pra, çfarë ka ndodhur? Tashmë avokati i zotit Veliaj, Klarent Ndreca, duke se ka konstatuar një shkelje të rëndë në të gjithë, le të themi, këtë historinë e hetimit ndaj Veliajt, dhe i quajnë shkelje të drejtave themelore të zotit Veliaj, se mbrojtja së tij është mohuar koha reale për të analizuar një dosje me 10 mirafaqe, duke reduktuar mbrojtjen në informalitet. Dhe çfarë kanë kërkuar në gjykatën kushtetuese? Të shfuqizoj vendimin e seancës paraprake, të shpallë të pavlefshme veprimet e kryera mbi bazën e tij, të shpallë si të papajtueshëm me kushtetutën nenin 14 të ligjit 95/2016, të shpallë si të papajtueshëm me kushtetutën nenin 332 të kodit të pikën G, të kodit procedurës penale, si dhe 4 seancat paraprake të zhvilluara, janë themeli, jo paraprake, apo kështu janë themeli, pra 4 seanca. Çfarë kuptojmë këtu tani, çfarë po bën Veliaj, mbrojtja e Veliajt Karanxha? Tash mbrojtja e Veliajt po shihet që Veliaj kjo është faza që po bën tamam mbrojtje ligjore. Sepse jemi në dieni dhe të një padije të bërë nga ana e zotit Veliaj në gjykatën administrative për konstatimin absolutisht të pavlefshëm të emërimit të Olz Dadës si prokuror në vitin 2008. Ka bërë një kërkesë padi, u bërë seanca para disa ditësh dhe gjykata ka në seancë paraprakës, në seancë paraprakë është bërë rregullimi i padis dhe ka thotë që rregullohet padia sepse më përpara prokurorët emëroheshin me dekret presidenti, kurse sot nuk emërohen më nga presidenti, por bëhet me vendim të Këshillit të Lartë të Prokurisë. Pa duhet rregulluar ndërgjyqësia të jetë saktë. Pra janë dy aksione. Ky i pari, ky i dyti. Aksioni dhe kemi edhe një kontroll, po dje është bërë një kontroll personal në burgun. Po ka janë 2 ditë faktikisht Veliaj që ka shkuar. Po i kanë bërë për sende të paligjshme. Te rasti Veliaj kemi parë, domethënë është diçka e veçantë në raport me hetimin e dosjeve të tjera. Në raport ndashtë mund të them me krimin e organizuar, kemi futjen e teknikave operative ose përgjimeve në çdo vend. Prapë të spionat? Po tash çfarë them? Kjo punë kështu është donte, Dhe me Velin është bërë një hetim i thellë, domethënë është ka. Janë mbyllur hetimet, por çfarë shkojmë me gjithë? Kemi veshmbathje, ka dalë shuma e blerjes së mbathjeve sa është blerë që
më ka bërë kuriozitet ti, Andrej, se të lind dhe kuriozitet 260 euro i palë. Do më thënë që ka qenë euro me 1250, do më thënë çfarë kanë qenë këta? Dhe sepse lind, do ti kur shefi dosje, dhe është bërë një tip i plot dhe për fustanet që thotë që Velia s'ka vesh fustan, pra është tu dhe fustane. Nuk i, dhe këto mbathit nuk i shë blekë. Po në 2004 ndoshta referohen asaj. Pra, është bërë një hetim që nuk është bërë për politikan tjetër në Shqipëri dhe bërja dhe kontrole her mas here duket në duke. Do më thonë nuk mund ta paragjykoj se mund të ketë informacion që marr personale po fillon nga prokurori. Jo, ndiqeni, jo, lek të shijek kështu. Ora të si, ty bëni padi për shkeljen për konstatimin absolutisht paveshëm të emërimit prokurorit Olzdata, sepse është emëruar nga Ina Rama, ish prokurore përgjithshme, ka emëruar mikun e vet. Duke shkel ligjin. Sepse ky është pretendimi i Veliet, ato është emëruar nga Ina Rama në kundërshtim me ligjin, sepse ka qenë dhe Bamir Topi, i cili e njihte mirë ligjin, e dimë, njeh ligjin dhe syzet e njeh mirë. Dhe këtu kemi një dosje bosh, se u mbajtë qëndrimi i presidentit. Dhe dosja personale, sepse kur zgjidhet një, për shembull çdo vend pune, kur zgjidhet është një dosje personale ku një CV, ku ke punë. Çfarë dosje prokurorit vetëm një propozim i prokurores përgjithshme dhe këto. Dhe këto qëndrimi i presidentit ju jeni në dieni që presidenca tha janë ka këto po ne. Sot nuk do emërohej, pra nëse do ishte bërë kjo kërkesë, po themi s'do ishte emëruar. Nuk do emërohej, pra kemi një konstatim. Tani këtu më mbli një pyetje shumë e fortë. Që është. Dhe pyetja spaku duhet nisi hetim. Mustafa Shaljani, Muç Shaljani, po viktima atentatit të ishte emëruar në kundërshtim me ligjin 2 drejtorë morën pandehur. Apo po këtu që është emëruar në kundërshtim me ligjin, ku është spaku? Pse s'merret e pandehur Ina Rama? Që e ka emëruar. Mirë, ligjin atë kohë, pranonte atë lloj. Po mirë, pra atë do ta vlerësoj gjykata. Administrativa. Por presidenti çfarë tha? Çfarë tha? Se unë referoj të thonë e presidentit. Do emëroj, po ligji asaj kohe emëronte. Nuk e lejonte dhe ligji asaj kohe. Neni 18 i ligjit, noter 2 vjet noter që ka qenë, nuk hyn në vjetërsinë e punës se duhet, sepse që të futesh prokuror duhet kishe oficer i policisë gjyqësore 3 vjet etj. Pra nuk ka plotësuar kriteret ligjore. Dhe çfarë ndryshimi ka nga Muç Shaljani? Asnjë ndryshim. Jo, nuk ka. Atëherë tu, pse mbahen standarde dyshfishe nga prokuria? Këtu nis, pse s'nis çështja për këtu? Dhe përgjigjja përgjigje do thot pasi. Është shumë interesant dhe fusha që preku prokurori. Emërimi i zotit Dado ka shtigje juridike, kritere të paplotësuara kushtetuese. Ka vend të dukshëm. Interpretim thua. Ka vend të dukshëm. Okej. Kjo na sjell diçka në vëmendje që është për mua serioze dhe emergjente. Hetimi i reformës në drejtësi. Por emërime jo vetëm të zotit Dado, por dhe shumë emërime tjera. Po e diti çfarë bën kjo çollaku? Kjo rast se kjo konstatohet pavlefshmërinë e emërim tek njëri dhe ti hyj. Jo më drejtësia për shumë breza, jo vetëm për një brezë, dhe kjo është emergjencë, kjo është e domosdoshme. Dhe këtu, po na fut do na fush kolaps. Ky hetim ka pasur komisionerë që janë hetuar për fshehje dhe pasuri. Po, prokuror, gjyqtar. Të paktën një 10 dokumenta mund të kem publikuar unë për anëtarë të KPK-s, KPA-s, kolegjos, të cilët kanë mesatar nga 5 dhe në 7 dhe kushtetuta thot me këtë letër o ti zotri ti nuk emërohesh këtu. Nuk plotëson standardet. Po ata janë emëruar. Se edhe shpallin si të emëruar të tillë, ata kanë marrë vendime. Vendimet i kanë marrë si mësos, siç na thoshte zoti Ahmete, unë isha aty, e dim si u bë reforma. Mesazhi kalo ky kaloi, pra u bë një reformë partijake. Me listat e partisë janë shkarkuar dhe lënë detyrë. Për mua është më keq sa që Basir. Duke referuar të thënieve të Braçës, thënieve të Ahmetit, del që prokurorët dhe gjyqtarët janë shkarkuar nga krimi organizuar. Nga ato që po pastrojnë kurrë. Ta lidhur me këtë që thotë Karanxha. Vim tek gjëra tjetër. Megjithë pretendimin e drejtë ose jo që gjykata do të na thotë nesër për atë çfarë na gjykata administrative ka quar përfaqësuesi ligjor zot Velie, a e zhbën kjo akuzën ndaj zotit Velie? E pra, unë nuk besoj që unë them. Dhe kam marrë disa raste që ça janë dosje sa janë. Aty është prokurori i Altin Dumani. Po është sigurisht edhe zoti Dumani. Janë dhe gjyqtarë tjerë që kanë marrë vendime. Ku e shoh unë? Po bëhetuar, ndonse bëhet. Ku e shoh akuzën organizatë kriminale për Velien dhe Diramën nga struktura e posaçme? A e pengon Olsidado këto? Jo. Po për teatrin kombëtar, që ka vendim gjykatës kushtetuese për këtë histori që prapë nuk kanë marrë sot. Po për Pesdon,
që janë marrë para nga bashkia dhe për hotel, nga zotëritë e tij. Dhe dalën ata. Po për të tragedisë që përmenda, po për miliona pemë, kam publikuar një dokument ose kam pjesë dose 6.5 milion lek një fidan. Që në treg ishte me 1.000 euro. 6.5 milion lek i vjetër. Po, 1.000 euro. 6.5 euro. 6 fish. U dhan 3.2 milion euro brenda një jave. Dose që kam në arkiv dhe kam publikuar. Po tendat elektorale që nga rrugat një arkiv dhe që janë bërë publik. Po banesat sociale që në vend si përfaqe në fillim filluan të merren para, pastaj dhe s'dihet ku janë. Po Eko Tiranën prapë me tragedin që përmendëm. Po lidhje ndërtimit me një katrahor tjetër, ato dosjet aty ndërtuese që është fokaran mjes dhe miliardër ndar. Pra, kjo është hetimi i korrupsionit që kërkojnë qytetarët. Pra po thua ky do të jetë hetimi për Veliaj. Dhe këtu nuk është bërë asgjë. Dhe pyetja tjetër. Po mirë, s'është dhe i vllajin hetim aty, hë? Për pastrim parash, për ca miliona euro qarkulluar që u kapën ca dërgesa nga Bullgaria në Shqipëri në kompanit ku dilte emri këtyre. Sot nuk shoh veprime. Vazhdojnë marrin ata para, edhe publike. Dhe pyetja është zotëri, të spagut. Kur na mushin merren që bëhetoni krim dhe korrupsion, sa qindar ka keni kthyer buxhetin e shtetit ju nga hajdutët? Patate, zero. Patate. Sa më duhet ta shoh? Zero. Nuk i duhet ndaj sillën ke shtëpia për të çoni ke buxhetin e shtetit. Dhe pastaj ma përmbyll themi kam pyetje për të dy secili nga një fjali për ta përmbyllur. E shikon Veliajn jashtë shumë shpejt në këtë histori? Ose mund duket se po bën mbrojtje ka hyrë në një luftë tash që po e godet, ë? Domethënë nuk po gjen hapësirë boshe pa godit. Duhet dëgjoj si sillet prokuroria. Atëherë unë do ta them dhe diçka shtesë, diçka tek rasti i Dados. Kam bërë një diçka. Valbona Sanxhaktari është komisionere vettingut. Valbona Sanxhaktari është komisioner që ka kalu prokurorin Olc Dado pa e verifikuar fare. Valbona Sanxhaktari është komisioner vettingu që ka kaluar Irena Gjokën. Jem rregull thot, e dënuar ky pa kriter. Ndërkohë Valbona Sanxhaktari ka shkarkuar Dritan Rreshkën. Ka edhe një rast tjetër të Sanxhaktarit që është ka shkarkuar Andi Civicin, ka shkarkuar Shkëlzen Selimi që ka fituar gjyqin në gjykatë Strasburgut. Dhe sot pjesë e grupit se këto janë grup të Andi, se ta thash Dhe kjo është vendimarrja pra që çekohet. Pjesë e grupit kjo sot do shkojë ka kandiduar për gjykatë lart dhe i ka kaluar kriteret do ta kesh në gjykatë lart. Pa asnjë lloj verifikimi. Pra kemi një grup sistemi të drejtësisë të kryesuar nga Ina Rama të vettingut, të cilët po bëjnë ndikime siç ka bërë ndikim që ka shkuar. Kemi grup, ky është grup vaj. Ke shkuar ke bërë ndikime Sokol Çomën po. Valbonën Sanxhaktarit ti e njeh, ka kalu këtë. Si po kalon ti pa verifikim? Si i fusim këto njerëz në sistemin e drejtësisë? Pra unë që i bëj thot nëna ka kaluar parlamenti. Kush parlament ka kaluar ty? Kush? Një komision parlamentar që kemi parë dhe debatet e komisionit parlamentar. Prandaj duhet verifikuar pozicionin i gjithkush. Shpaku duhet bërë një tim së rasti për të bërë hetim. Presidenca sepse zakonisht është neutral. Shpaku e tim tek ata që ka kaluar? Absolutisht. Po nuk. E dyta, edhe diçka tjetër, Andi, duhet pyetet tek gjyqi i Erion Velis, tek gjyqi aty të pyetet Ina Rama në gjyq. Aty tek gjykata. Çfarë lidhje ke me këtë person, si e ke njoft? Ndërsa lidhe me masën e sigurimit shkurt 3 fjalë. Unë që në fillim të rasti zotit Berisha, zotit Ilir Meta dhe në parim dhe populli shqiptar jam kundra arrestit Burg. Dhe Velia duhet ikte në Burg për atë që është dyshuar, insenatori që s'është. Erion Veliaj ka ikë në Burg për çështje veshmbathjesh. Pra, në kotën verë ka qenë dyqani veshmbathjeve, që këtu ishin ato të ishin artikull të përzirë, kishte edhe metrazhe, ishte manet dhe me metra në dorë. Pra nuk ka ikë për atë dhe jam rasti i Ilir Meta që mund të jetosh në qendër lirë. Edhe për to 2 grama shash janë burgjet plot. Se shkoj për shkak të punës shkoj, duhet marr masa që të zbrasin burgjet dhe të pranohet dështimi i reformës së drejtësisë. Faleminderit Karranxha. Faleminderit. E përmbyllim. Unë mendoj se kjo është darka e fundit e Ramës në raport me pushtetin dhe ndikimin në drejtësi. Kjo luftë që ai përbën ndaj institucioneve duke përfshirë këtu nëpërmjet gjykatës kushtetuese, gjykatës së lartë, prokurorisë dhe gjykatës së posaçme, pra ky presion vjen një herë edhe nga paraprgatitja për të ndihmuar vetveten nëpërmjet mosvajtjes në qeli të Belinda Ballokut, që unë e shoh një lloj veprimi të mëzëshmërisht të ndodhur me kërkesën ndoshta pak të vonuar të strukturës posaçme, por është duke kthyer ato 80 pajisje që duhen 40 ditë që tani duhet të jenë më 25, duhet kishte shkuar, i ka mundësi dhe provat dhe këtu synimi nuk është, bie dakord me ato që tha Karranxha që nuk është synim të çojmë njerëz në burg, por është mos çojmë fajtor jashtë. Dhe ky është
Ky është një problem që na cënon dhe na zgjeron korrupsionin dhe u jep garanci atyre që janë prirur ndaj kësaj vepre penale ta thellojnë këtë krim, sepse është një mbrojtës që nuk i le të ndëshkohen. Dhe ndëshkueshmëria por i kthehet në ritme jo të shëndetshme. Ky është dhe alarmi që ne në Bruksel raportin e ndërmjetëm na e kanë refuzuar dhe numri i shteteve të Bashkimit Evropian ku kryeson Gjermania. Dhe të jemi sigur dhe me informacione që ka Shtetet Bashkuara ndonë se nuk kanë folur publikisht, por janë aq aktiv se gjermanët në këtë kontribut në sjellje dosjesh të reja ndaj zyrtarëve dhe poshtarëve dhe deputetëve për të cilat në informacione që kam do të shkojnë edhe kërkesa të reja të SPAK-ut në parlament për heqje imunitetesh. Janë të gatshme dosje, janë të gatshme të reale. Dhe këtu ti mos shkon në burg gjatë hetimit, po kur dënohesh zotëri, kur të rezultojë që miliona euro që ke vjedhur, ne kemi këtu edhe në këtë historinë e Ballukut dhe Akshit, kemi miliona euro që kanë dalë jashtë. Tek njerëz që janë hetim në këtë dosje. Ka në një episod janë 10 milionë euro tek një individ, për cilët e pandehura ka DNA. Po sa të tjera janë? Atëherë, thelbi dhe vëmendja kryesore së kësaj posaçme është parat e publikut kthej publikut. Pastaj i pandehur të ndëshkohet në përgjegjësinë penale që ka konsumuar për të vjedhur këto para, kush do qofsh. Andi, organizatë kriminale është Akshi, organizatë kriminale do shkojë Balluku. Po Balluku ka bashkëpunuar me kryeministin Edi Ramën. Dhe Edi Rama do të jetë i pandehur i përbashkët me Ballukun, nëse SPAK-u nuk duhet të ulë qepena dhe ta jap me qira për debate. Të dyja komisionet hetimore të kërkuara nga opozita u rrëzuan në kuvend pasi siç u shprehen në kuvend drejtues Partisë Socialiste, kuvendi nuk është një prokurori e cila merret me hetime. Ervin Karanja, shumë faleminderit për gjithë informacionet që ndave. Basir Çollaku, shumë faleminderit e vlerësoj. Shikues nderuar, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur, një emision sonte fantastik me Ervin Karanxhën dhe Basir Çollakun. Kush nuk pati mundësi ta dëgjonte kapi tani nga Mesri, shkoni në platformën tonë në YouTube, në TV Televizion, shkoni aty tek live, klikoni emisionin e fundit dhe ndiqeni nga fillimi për të kuptuar se çfarë po ndodh në Shqipëri me pastrimin e parave, si po e përdor politika drejtësi për të përfituar elemente të ndryshëm politikës, pra raportet me drejtësinë që kanë shkuar në disa masa që nuk janë fare mirë për sa i përket drejtësisë me shqiptarët, sigurisht edhe le të themi këto lëvizjet e fundit të Erion Veliaj.